Bashkia e Libohovës ka përgatitur një program të larmishëm aktivitetesh të cilat synojnë promovimin e traditave dhe vlerave të zonës. Këto iniciativa kanë si qëllim kryesor ruajtjen e identitetit kulturor dhe prezantimin e trashëgimisë lokale për vizitorët vendas dhe të huaj. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, këto aktivitete po shërbejnë edhe si një urlidhëse për afrimin e turistëve të huaj, të cilët po tregojnë gjithnjë më shumë interes për të njohur zonën. Ne kemi disa aktivitete cilat kanë interes për turistët, siç është aktiviteti që ne zhvillojmë në fushën e Çajupit, duke promovuar njësinë administrative Zagori, por dhe bukurinë që ka vetë natyra aty. Pastaj janë aktivitetet që bëhen sigurisht në qendër, në Libohov, të cilat janë të shpërndara afër aseteve turistike për t'i dhënë pak më shumë impakt edhe aseteve turistike. Programi përfshin aktivitete të ndryshme që zhvillohen në pika të rëndësishme turistike të Libohovës. Sigurisht që ka interes në turistët, që sidomos ata vend asnjëherë kanë shumë interes për asete turistike, por edhe për figurat e shquara që ne kemi në zonë, cilët janë të shumtë. Tashmë ne edhe shtëpinë e Avni Rustemit e kemi kthyer në një muze, i cili është bërë vizitueshëm tashmë nga turistët, sidomos ata vendas, edhe më interes kanë shqiptarët e Kosovës, të cilët vinë në Libohov dhe e para gjë që duan të shohin në shtëpinë e Avni Rustemit. Është vazhdimsi e aktiviteteve që kanë qenë vitin e kaluar, ne mundohemi që t'i shtojmë, por dhe t'i shpërndajmë në zona të ndryshme për të promovuar edhe pikat tjera, atraksionet e tjera turistike, për të shijuar edhe gatime tradicionale të zonave të ndryshme të Libohovës, të cilat kanë vlerën e vetë, duke qenë se i prekim me dorë aty, siç është Nepravishta, që mund të shijojmë gatime tradicionale të zonës dhe mund t'i shijojmë në natyrën e vërtet. Aktivitetet organizohen në të gjitha sitet turistike që ofron zona e Libohovës, me qëllim që vizitorët të njihen nga afër me pasuritë natyrore, kulturore dhe historike të saj. Përmes këtij programi synohet rritja e numrit të turistëve dhe promovimi më i gjerë i Libohovës si destinacion turistik.